Tashi, ose jam unë psikopate, ose shëndetësia në Shqipëni është shumë e mirë. I të sa u ktheva për të trauma, sepse se mos të dallohet ma shumë niveli i grih lëkut. Më ka reagira dhe më ka shtyp gishtin kur kam kënë të bë palestër dje, edhe thash pala një ditë edhe po shkaj te urgjenca. Shkova te çështoteja me të drejtë më thanë që duhesh me shku te trauma. Of course, sepse unë jam idiote, nga që shkodër e kena tana bashk, harrova. Edhe shkova te trauma. Tash një gjë që unë nuk e konceptoj, si ka mundësi që shqiptarët gjithmonë ankohen për shëndetësinë, edhe mu që kam të baj shumë me spital nuk kanë kur një gjë që më thanë shëndetësia është skandal etj etj. Gjithmonë janë shumë korrekt, përgjithësi gjithmonë janë shumë të sjellshëm, sidomos te trauma i të shisha, çdo gjë në vend vet, hine, bane kartelën, shkove me baggrafin, mandej tu prit ortopedin, të shtirrall normal që ka me pas, se shqiptarit den me hi direkt, më respektu për shembull urgjenca. Unë jam frymëzuar shumë sepse ky mjeko që shkova unë ishte nuk di domethënë, nuk di me ju shpjegu çfarë energjie më ka dhënë, çfarë pozitivitetit. Nuk kam fjalë me shpjegu realisht. Ishte një njeri kaq i mirë, një njeri kaq i paq, një njeri që më thon tamam me të shëru me fjalë me fytyrë. I ky ishte i ky. Më dha ky xhan, më tha thjesht që kishte kriz gishtin, edhe më dha ky xhan, po një minutë që najta, ishte domethënë u mrekullova sepse thash edhe sa mirë që rinia ashtu më super gabimeve njerëz më përpara që kanë pak më agresive kështu dhe janë duke përmend njerëz shumë komunikuesa sepse njëri në këtë rast ka nevojë. Do të thonë në rastin e gishtit tëm, sa thjesht një gisht. Po them në raste të tjera. Shqipni përveç absolutisht teknologjisë laboratorit, shumë gjëra që duhen normalisht me kanë më mirë, më të avancuar, jam krejt dakord. Po them për pjesën e komunikimit, për pjesën e njerëzillëkut të shqiptarëve. Njëjtën gjë thoshin edhe për Spitalin Shkodër. Okej, unë flas për urgjencën, njerëz më të mirë në planet nuk ka, nuk di domethënë se doni të shiu me hime temperaturë, doni më marr rrallën dikujt që është me infarkt dhe ashtu dek as punë tjetër më. Edhe ashtu edhe me faktin që unë shkoj për shkakun në spital një herë në 2 muaj, kam të bëj me spitalet edhe janë gjithmonë shumë të saktë, ta japin kodin, ta japin këtë, ta japin atë, të tregojnë çfarë më bëhet rrjedhën e vet. Okej, ka vend për përmirësim absolutisht, po tash Shqipnia nuk është më në stadin që mjekësia është skandal. Boll që e ke fal asnjëherë frata jam. Ti duhesh me pagu insurance në vende tjera, me pagu 1 milion gjana, edhe mundësisht turisti që vjen prej fejsams, vjen këtu edhe nëse ka një incident a një diçka nuk ka nevojë mu shqetësu për lek, por e ka falas. Ma që një vend botë që e ka falas edhe që të kapin dorë fill. Noshta më vetëm unë. Por më thoni edhe ju eksperiencat tuaja që ta dim pak a shumë se pse mund të mendoni kështu. Sa harrova me thanë që mos flasim për kualifikimin e mjekëve, unë mjekëve shqiptar nuk di e jap shpirtin. Unë kam pas shumë raste ja operacion ja kjo ja, për mu mjekët e shtetit janë mreta. Edhe mbretnesha për mjekët, ideja mjekët në përgjithësi. Kena një PR unboxing për vitrine. Produktet e vitrine, sidomos parfumet e Alvieros, më pëlqejnë tepër shumë dhe i përdori shumë në përditshmëri. Dhe më ka nisë edhe një PR box. Paketimi është shumë nice, edhe qysh sa hap kutinë të vjen një erë frutore, air raspberry. Nuk e di çka koment, ju them drejtën. Atëherë, fillojmë, ku me fillu? A shef, a ju thash që është air raspberry? Kjo është jogurt i famshëm, s'pata nevojë me lexu hiç, sepse e njeh, e di, osi i trupit me air luleshtrydhe. Vitrina në fakt kur thotë që vjen shumë air, nuk e pas gabim se sa hapa kutinë janë i vajeren. O zot, kos me fruta fëmijët, ju betohem. Pa ka bajagi që u përhap ka. Ta përtit ka lëkura shumë shpejt. Çfarë erët këtë? Si duket si kuti qumshtit. Blueberry Mochi Shower Gel, skin friendly, gjithashtu dhe vegan. Ska si kombinin boronicet me mjedren. Më kurioze me e përvu në dush, se si ka me kanë pjesa e bubblesave e kështu. Tjetër është ky scrubby që është trajtën kështu si sheqeroze. Çfarë fjalë sheqeroze? Dhe me thonë ka edhe body wash edhe scrubbet. Kja është si ata haribot me fruta. Edhe sheqerin e pas ka as të imt, as të trash. Fix edhe paketimi shumë cute. Gjaja funet është whipped body lotion. Mendoj se është shaving cream fakt. Është thjesht krem trupit. Në trajt shkumet edhe shumë makullaj të përhapshme. Renditja do t'jetë shower gel, scrub, në kjo shkuma, edhe në fund për mi dhanë shtresën e fundit hidratimit është jogurti. Produkte është për trup e kështu ftes. Thank you shumë për vitrinës, për këtë PR box, edhe ju që e keni përvum, tregoni se si ju a du. Bye!